Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq dy zyrtar të lartë të Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore AMP të akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre. Të pandehurit janë ish drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore Artiol Saliasi dhe drejtori i financës dhe shërbimeve mbështetëse Gëzim Sala, të dyshuar për shpërdorim detyre. Sipas organit të akuzës, ata kanë mundsuar punësimin e palishëm të Muçi Shalianit, sheqeri. Hetimet zbuluan se Shaliani, i cili humbi jetën më 15 nëntor 2025, disa ditë pas atentatit të bujshëm pranë rreth rrotullimit të Rinasit, ishte emëruar në AMP pa kaluar asnjë nga procedurat e detyrueshme ligjore. Sipas prokurorisë, punësimi i tij u krye në shkelje të rregullores përkatëse të institucionit dhe nuk u ndoqën fazat standarde të rekrutimit, si shpallja e vendit vakant, ngritja e komisionit të vlerësimit, testimet, verifikimet dhe përzgjedhja përfundimtare. Nga hetimet rezulton se dokumentacioni për punësim është përgatitur nga Gëzim Sala, ndërsa vendimarrja është marrë nga Artiol Saliasi. Urdhri i punësimit është justifikuar me nevoja emergjente, por sipas dëshmive dhe verifikimeve nuk ka patur asnjë kërkesë reale nga strukturat përkatëse për një rekrutim të tillë. Ashtu, është konstatuar se Shaliani u punësua brenda një kohe shumë të shkurtër, vetëm 4 ditë punë dhe ka përfituar pagë nga data 16 shtator deri më 11 nëntor 2025, pa u paraqitur asnjëherë në punë dhe pa ushtruar asnjë detyrë funksionale. Prokuroria thekson se të pandehurit kanë qenë plotësisht në dieni të shkeljeve ligjore dhe mungesës së kushteve për punësim, por pavarësisht kësaj kanë vijuar procedurën, duke futur në strukturë një person pa verifikim real dhe me dokumentacion të dyshimt. Çështja tashmë i kalon për shqyrtim gjykatës. Shaliani ngiste makinën me cilën lëvizte Gilmando Dani, i cili mbeti i vrarë në vend nga breshëria e plumbave të armëve të zjarrit. 40 vjeçari mori 10 plumba, një prej të cilëve në kokë, plagë të cilat i shkaktuan vdekjen, pavarësisht përpjekjeve të bluzave të bardha të spitalit të traumës. Ndonse mbeti viktimë e atentatit, Shaliani nuk ishte objektiv i vrasësve, por miku i tij, me cilin sapo ishin kthyer nga një vizitë disa ditore në Barcelonë. Ngjarja mori tjetër nuancë kur u zbulua se ai ishte pjesë e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, rekrutim që çoi në pranga 2 efektiv të Komisariatit 3 në Tiranë. Sa kaq lidhur me atentatin tipik mafioz, policia ende nuk ka të dhëna për autorët e vrasjes, teksa verifikimet i ka shtrirë edhe në Spanjë, ku 2 viktimat ishin para ekzekutimit. Dosja tani është në duar të SPAK.